Fituat çmimin e parë, Grand Prize në Spanjë. Çka ju dallon orkestrën tuaj me orkestra tjera ndërkombëtare? Nëse bëjmë një krahasim, sepse ne vitin 2025 jemi prezantuar në Vjenë dhe nëse bëjmë një krahasim tash me festivalin në Spanjë, kemi bërë goxha shumë ngritje. Ngritjet tona ka qenë në aspektin programor, ato se çka kemi luajtur, mirë po ka qenë edhe sa i përket strukturës së orkestrës. Ne e kemi pasuruar orkestrën me instrumente që na kanë munguar në Vjenë. Kemi shtuar fagotat, kemi shtuar kornat, trompetat, timpanet dhe normalisht kjo na ka lehtësuar shumë edhe për zgjedhjen e programit, sepse tash jemi më të lirë që të përzgjedhim vepra simfonike, program të mirëfillt kështu orkestral po e quaj, dhe normalisht që krahas prezantimit tonë në Vjenë ka kaluar pothuajse një vit, nuk është një vit i plot, disa muaj, po prapë mendoj që kemi bën ngritje edhe në aspektin se si po tingëllojmë si orkestër. Kështu që janë disa pika kyçe kështu profesionale që neve na ndihmojnë tash edhe tutje kur derë që të kemi prezantime të tjera, na ndihmojnë të garojmë krahas orkestrave të tjera. Ajo se çka na dallon neve për orkestrave të tjera, kështu sinqerisht ne në Vjenë kemi po një grup shumë të madh orkestrash, ka qenë rreth 40 orkestra që kanë performuar. Këtu në Span ka qenë 10 orkestra, nuk i kemi takuar të gjithë për shkak se kemi shkuar një ditë me vonesë dhe festivali është bërë në disa faza, në ditë të ndryshme kanë ngaruar orkestra të ndryshme. Mirë po nuk ka shumë dallim prej orkestrës tonë nga orkestrat e tjera. Normalisht orkestrat e tjera nuk kanë të lashë sa i përket instrumenteve që ne këtu kemi, ka instrumente që janë shumë deficitare që sfidohet edhe Filharmonia e Kosovës të drejtën. E të njëjtat sfida mas andaj i ndeshim edhe ne. Po kështu sa i përket tingëllimit, sa i përket luajtjes programit, shpeshherë i kompleksojmë.